Pra, ka një detyrë plus të tjerëve, sepse ka dalë fitimtar dhe duhet që këtë moment kolapsi, gjithë kemi dëgjuar... Po dhe politikisht a jenis, shumica gjithë e kemi dëgjuar qindra persona që është ndimër cilët bënë një parashikim krejt të lehtë që do kemi zgjedhje, do fitoj kush do fitoj, dhe më pranverë do kemi prapë zgjedhje sepse nuk do zgjedhet presidenti. Kjo ishte diçka e ditur. Po, kur ti shef që ky tren po të vjen nga larg, si politikani përgjegjshëm, me ato 16 euro të pa bë fare ironi, dhe unë e vlerësoj, sepse ja afroj gjysmë qeverisë. Po, pastërtia është vlerë, puritanizmi është vesë. Do më thënë, ajo kthehet në diçka tjetër pastaj. Dhe unë mendoj që Kurti ka kaluar një moment puritanizmi, i cili nuk di sa i vërtet është, po e ka një moment. Tani problemi, po, nuk e kam vetëm rroga dhe 16 euro janë metaforë. Puritanizmi është sjellje, është shumë më komplekse. Tani, edhe bllokimi që Kurti prodhoi, sepse ndryshe nga ju, unë mendoj që ai që ka shumicën e votave, ai prodhon dhe bllokimin se ai ka detyrë të gjejë zgjidhje. Tani më fal. Po, patjetër. Ai ofroi 6 minuta. Atëherë, ma jep një kandidatin. Të lutem, alternativa po votojmë një. Mos ta bëjmë dialog, lutem, nuk më ndërpreva. Ndigjo dërmfund. Ndigjo se edhe unë kam atë mjet për tënë. Ose gjen një zgjidhje politike të cilin nuk e gjet dhe nuk ka gjasa që ai ta gjej mbas fitores radhës se do fitoj prap, ose do bëj tjetrën. Nëse arrin me bilancin e tij të shkojë në 80 mandate, atëherë ai mbyll gojën që të gjithëve, po ne bijem gjithë dakord që nga 57 në 80 nuk ka përcent dot se është e pamundur. Ose e treta, krijon një konsensus politik në Kosovë që ta ndryshojë kushtetutën dhe këtë quorum i bllokues ta heq. Pra, këto janë tre zgjidhjet. O do ofrosh zgjidhje politike, ose do ofrosh rritjet mandateve tua, ose do ndryshosh kushtetutën. Tani, i ngelet nga të treja, i ngelet vetëm njëra, që të ofroj zgjidhje politike se dy tjerat nuk bëhen. Si u zgjodh dhe Vjosa Osmani herë në parë? Më falë, se kam i precedent që besoj që ka vlerë. Edhe sepse LDK-ja e kam mbështet, ja ka mundësu forumin. Okej, po në kohë pse... Albatros, ne këtu në 2001 kemi pas një situatë zgjedhore, e cila në terma krejt ndryshëm, mendoj se ngjan, është precedent. Cili është? Partia Socialiste fitoi thellë. Shumicë cilësuar. Por, me një truk elektoral, në një zonë të vogël fare të Lushnjës, si quhet Dushk, prodhoi 12 apo 13 mandate. Dhe, ndërkombëtarët që në atë kohë vendosnin për ne, i thanë Fatos Nanos diçka. Vota di ke? Ke vota për qeverinë, por nuk ke vota për presidentin. Sepse votat për presidentin i ke marrë me hile. Dhe çfarë ndodhi? Dy armiqët më të mëdhenj, kishin fut në burg njëri tjetrin, Sali Berisha kishte çuar Nanon në Bënç 4 vjet burg, i vërtet, jo kështu 5, derisa ndodhi në theshtata. Ulën, zgjodhen një president konsensual, zgjodhen madje edhe një prokuror të përgjithshëm, rrini nga mëngjesi darkë dhe anin dreka darka, edhe ajo ishte pak e panatyrshme se ishte çike shëmtut dy burra gjithë ditën bashkë që ishin kacafyt me njëri tjetrin, por ajo që ngelet funditës është kjo. Në qoftë se ti ke këtë pengesë që e di qysh larg është ai treni që po të vjen, ose ti ke numra dhe i mbyll gojën të tjerëve, ose ti ke fuqi dhe ndron kushtetutën, ose do gjesh një zgjidhje sepse je i pari. Prandaj ti thua që bllokimin e bëri Kurti. Po natyrisht që Kurti, pse kush tjetër? Kurti e bëri. Kjo është retorika e opozitës Kosovë. Mirë, rregull. Njerëzit mund të ketë dhe opozita drejt. Pak më ndryshe ta dëgjojmë zotrinë dhe pastaj vazhdojmë debatin. Rregull. Jo, megjithatë unë do doja vetëm një gjë, Albatros. Ti the që LDK-ja i dha votat e konsensusit herën e parë zonës Osmani. Kryetari i LDK-s i ofroi një gjë Kurtit. Nuk ka gjë. Vjosa, tu ka një abuzim me emrin e Vjosa Osmani, dhe Vjosa Osmani e ka leju sepse ajo është në trajektorën e kthimit në politikë aktive. Kur mendoj seriozisht që Vjosa Osmani do të ishte kandidat, askush nuk e ka dashur nga opozita përfshi dhe Lidhjen Demokratike të Kosovës. Dhe të gjithë kanë qenë kundër. Kur e pa e qartë që Albini nuk do ta rikandidoj, filluan të ndryshojnë gjërat. Domethënë, ajo hatërmbetja që Albini ka me Vjosën është reale, është e patejkalueshme. Është e ngjashme me problemin që Sali Berisha ka pas me Pamir Topin, me problemin që Rama ka pas me Ilir Metën,
Do më thonë, ku presidenti tentohet të imponohet si një lloj autoriteti mbi kryeministrin, dhe kryeministri nuk e pranon atë si... Çfarë autoriteti i merrte Jo, dëgjoj tash, sepse... Jo, në pamjet parë na janë dukur që ata ishin shumë mirë me njëri tjetrin. Kanë qenë mirë me njëri tjetrin, por 2 vitet e fundit ka pas probleme. Ajo e ka quajtur kryeministrin po bën bigjoz me fatin e Kosovës. Ne ka quajtur bigjozgji, që ka qenë diçka raport me ndërkombëtarët. Pastaj i ka bloku emërime ambasadorësh, ka qenë një konflikt me Ministrinë e Punëve të Jashtme, edhe gjëra që kryeministri Kurti ka konsideruar që ajo po i përzihet në terrenin kushtetues që kryeministri ka. Ky ka qenë vlerësimi i tij dhe në mendimin e tij kjo 5 vite të tjera me diçka të ngjashme është e papranueshme. Dhe këtu dalim te analiza politike. A mund kesh ti një president, dalim te logjika e Skënderit, edhe pastaj edhe duan ndryrën e Frokut. A mund kesh një president 100% tëndën? Jo, kur ti nuk e fuqi ta zgjedhësh ato. Ai Albini ka bërë një hipotezë që tash që thonë ka qenë në mendimin tim i sinqert, kur ka thënë ka kërkuar një president konsensual. Presidenti konsensual edhe e ka qenë e para, kemi menduar që do bëhet Murat Jashari, ai e refuzoi në momentin e fundit. Pastaj kaluam në një kërkesën për një president që vjen jashtë jetës politike. Bile u tha dhe ideja jo me Komisi Shqiptare. Çfarë do të jetë jashtë politikës, edhe aty ndodhi përplasja pastaj, sepse jo duhet marrëveshje, jo nuk duhet marrëveshje, edhe Albini vendosi që unë nuk do bëj kompromis me politikën e vjetër. Kjo është qëndrim transparent që ai ka. Nuk bëj kompromis me politikën e vjetër. Edhe kjo me hajvanet. Tash, këta si për hajvan, ata i thoi ndryshe, është këta i thoi që rrezikshëm, domethënë aty gjërat kanë eskalu, ajo është transparent këtë pikë. Edhe kujt ja thot këtë, ja thot një populli që ai e quan analfabet. Jo. Ndaj të cilit duhet shpërndahen këto janë nga letrat e Partisë Albinit, më nuk po i shpjegim. Këto janë spekulime, këto janë pralla për zotës. Çdo fakt, çdo shifër është Me sa duket s'kemi pse flasim, se Kurti pas ka përqenë dhe 100 vjet aty. Jo, për 10 vite tashme sigurt e ke, bro. Për 10 vite tashme sigurt e ke. Është epoka e tij. Bllokohet shteti më frok se shkojnë. Është epoka e tij. Çdo 6 muaj zgjedhje. Ka problem me shtetin. Është problemi është Albini mirë. Po bra. Po, që du shtetin. Ne kemi qenë pa shtet. Por kush është zgjidhja se çdo 6 muaj zgjedhje, kam 15 muaj 3 zgjedhje apo? Ne kemi pasur si Bullgaria pasur Kosovën pa shtet. Vetëmash. E kemi pas Kosovën pa shtet, e kemi pas pa Albin, tani e kemi me Albin, e kemi pa shtet. Po shteti funksionon, shteti funksionon shteti. Po e gjithë strategjia. E kemi shtet po pa aleat. Se shkoni zgjedhje po funksionoi. E gjithë strategjia se si ndërpreu Froku, ta mbaroj Froku. E gjithë kjo strategji po aplikohet në Kosovë, është që Kosova të jetë me një qeveri të